Alhamdulillah wa kafa, sallallahu sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndrimet të nësi të akojmë të Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ati përgjërom që të lavdëroj dhe të begoj dërgurin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjellur. Të ndohë vëllezër, shpesh në fetarinë e njerëzve ose në përcaktimet fetare të njerëzve, ndodh që një koncept fetar, një dogmë fetare, mund të jetë shumë themelore në përcaktimet fetare bazuar në shpallje, mirë po në përditësimin dhe praktikën e njerëzve të mos jetë aq themelore. Saktësisht ndoshta ne si besim, ndoshta si qasje e konsiderojmë themelore. Po pastaj jeta dhe praktika jonë nuk e vërteton që asisoj ne do thotë e shohim. Dhe shembujt që e vërtetojnë diçka të këtillë janë të shumtë, ku ndoshta deklarativisht ne potencojmë çashtu çyshe potencon feja, po pastaj praktika jonë sikurse nuk është në një vijë edhe në një përputhshmëri të plotë me atë të cilën deklarojmë. Për shembull, kur është çështja e besimit në shumë qartazi e potencojmë që Allahu shet gjithçka, edhe Allahu dëgjon gjithçka. Po përditshmëria jonë edhe praktika jonë sikur nuk tregon që as fuqishëm reflekton ky besim pastaj në praktikën tonë dhe rrjedhimisht e gjojmë që ndoshta me shumë komoditet bëjmë mëkate ose ndoshta edhe shumë të relaksuar i lëmë veprat. Për këtë arsye do të si fillim edhe si pikësynim i kësaj ligjërate është që me nxjerr si objektiv fetar që besimi prej synimeve të mbjelljes në zemër është reflektimi i tij në jetën e robit. Nëse na i radhisim dogmat fetare vetëm si strofa ose si vargje poezish, realisht nuk e kemi arritur atë qëllim me cilin do thotë realisht Allah subhanahu wa taala na ka fol. Do thotë na kur e potencojmë kaq shpesh që Allahu shet gjithçka dhe Allahu dëgjon gjithçka, kjo është për ta mbjellur tek ne, domethënë vetdijen që Allahu na mbikëqyr, me mbjell tek ne vetdijen që na timi më të kujdesshëm se si po na sheh Allahu dhe çka po dëgjon Allahu prej neve. Ndaj sot me lenin Allah subhanahu wa taala do ta trajtoj përpara jush një temë që ka të bëjë me besimin, mirë po jo si shpalosje dogmatike. Kuptimin kështu do të me besu besimtari edhe e krytëm trajtesën. Jo, çysh do të me besu besimtarin këtë temë besoj na këtë dimi. Qysh do të me besu në këtë temë, vetëm më e kemi të kryer. Realisht jemi rrit me këtë besim, realisht është prej kushteve të besimit, përndryshe domethënë nuk qëndron besimi. Mirë po, qysh mumi me mat reflektimin e këtij besimi pastaj në jetën tonë dhe rrjedhimisht me ardh deri tek frytshmëria që e ka përcaktuar feja Allahut subhanahu wa taala. Saktësisht kam fjalën për besimin në ditën e gjykimit, besimin në ditën e gjykimit, mirë po, çfarë ndikimi ka ky besim për të dhënë stabilitet fetar? Çfarë frytshmërie, çfarë rezultati ka për të dhënë do thotë stabilitet fetar. Saktësisht koncepti i stabilitetit fetar, ti je stabil në fen Allahut, ti je stabil në ibadete, ti je stabil në shmangje prej mëkate, është temë e rëndësishme brenda fetarëve. Është temë e rëndësishme për mëna njerëzve të cilët e kanë dert fejen. Për arsye për shembull atash rishtazi kemi dalë për shembull prej Ramazanit, edhe e ndjejmë këtë si temë. E ndjejmë që çysh mund qëndrojmë edhe më gjatë për shembull me çat motiv, me çat disponim, me çat dëshirë për sevapët, me çat gatishmëri për t'u shmangë mëkateve kështu me radhë. Saktësisht, nëse ishim kon më të drejtë për drejt, do të më nda këtë temë. Më nda, a jemi duke folur pikërisht për çat disponimin që ndoshta thjesht kemi qenë në efekt të rrethit, apo kemi qenë në efekt të domethënieve. Dhe për domethënia më të madhe që e stabilizon fetarinë është domethënia e besimit në ditën e gjykimit. Domethënë, kemi qenë shumë të përkushtuar në Ramazan, si jemi kon të bëu gati për ditën e gjykimit. Edhe nëse dojmë sërish të jemi të përkushtuar pas Ramazanit, thjesht do të më ditë që kjo garë dhe sfida dhe friga edhe projekti për me fitu ahiretin, me fitu xhenetin Allah subhanahu wa taala është projekt akoma aktiv, edhe ne nuk e kemi marrë domethënë një përgjigje përfundimtare se çka kemi fitu. Ndaj ndoshta kjo frytshmëria e besimit të ditës së gjykimit është shumë e gjanë, shumë sfera të fejes i prek besimi në ditën e gjykimit, shumë aspekte të fetarisë i prek, mirë po unë dua sonte me lenin Allah subhanahu wa taala të fokusohem vetëm tek pjesa e stabilitetit fetar, tek pjesa e qëndrueshmërisë në fen Allah subhanahu wa taala. Për shembull, nëse na të fol për shtimin e veprave, neve na kap gafleti edhe shkujdesja edhe për xhumja dhe rrjedhimisht e hupmi ndjenjën për sevapët sepse realisht e kemi humbur ndjenjën për ahiretin. Për shembull, nëse vjen një moment edhe nuk jena shumë sigurt sa me fal nafile, ose sa me agjëru nafile, ose sa me dhon
nafile. Një për arsye pse jemi në këtë përgjumje, pikërisht shkaku i përgjumjes në raport me konceptin e ahiretit. Po edhe nëse jemi fjala bie për shembull përpara mëkateve, sa kena gatishmëri me hek dorë pi mëkatit, ose sa kemi gatishmëri me e pa të vogël ose të madhe mëkatin, kjo ka të bëjë relativisht, domethënë se sa e shohmi të madhe dhe fatale ose përfundimtare dhe finale domethënë në çështjen e ditës së gjykimit. Për shembull, a mundi secili prej neve, ndërkohë që pengojmë këtë ligjërat, pikërisht me menu duke e bën një retro edhe një analizë në vetveten e vet, për shembull, më thon fetaria jeme, farzet e mia, sunetet e mia, mëkatet, nafilet, veprat, përpjekjet, a mundën devotshmëria jeme e sodit më kanë e tillë që nesër ma garanton këtë përgjigje. Ha umqra'u kitabia. Merrni lexoni librin tim. Merrni lexoni librin tim, kjo në ditën e gjykimit për ata të cilët e morin librin nga ana e djathtë. Kjo krenari, kjo mburrje, kjo gatishmëri për me thonë, ha merre lexoj librin tim, është për dikani i cili u bë gati. Është për dikani i cili domethënë e ka pas fokus jetën e amshimit, e ka pas në vëmendje të madhe domethënë në përgatitjen për jetën e amshimit, thot inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Merrni lexoni librin tim, se unë kam ditë që kam dhënë llogari. Unë e kam ditë që ka ditë gjykimi. E kam ditë për sa jam bogati. E kam ditë që ka ditë gjykimi, a bëhet fjalë e kam ditë veç si dogmë apo e kam jetuar me këtë. E kam ditë se si fëmijë më kanë shtimi mësu kushtet e imanit edhe i kam mësu, apo këto kushtet e imanit më kanë rregulluar dhe më kanë sistemu jetën. Thot unë kam ditë mu bogati për këtë ditë, merrni lexoni këtë libër. Merrni lexoni këtë libër, i bie që ky libër është i mbushur. Merrni lexoni këtë libër, që i bie që ajo është shumë faqebardhë dhe shumë i sigurt se çka ka më pas në atë libër. Mirë po ka një përgjigje tjetër, lut sallallahu mos më kon askush për neve aty, thot ja lejteni lam uta kitabia. Ai merr nga ana tjetër, nga ana e dorës së majtë, thot mu kon mos ta kisha marrë këtë libër. Më kon po të mos kishte qenë mundësia më dhon ky libër, edhe mos ta kisha pa këtë rezultat, edhe thot walam adri ma hisabiha, edhe mos ta kisha ditën llogarinë time. Sepse domethënë ka libra nga ana e dorës së majtë. Nëse kemi konsiderat përgjigjen e parë, atëherë i bie se ky ka marrë përgjigje pozitive shkaku i përgatitjes për ahiret. Ky ka marrë përgjigje të keqe shkaku i neglizhimit edhe i harrimit të jetës së domethënë amshimit. Fillimisht në thelb të temës, besoj që ja vlem i përmend dy fakte që na e lehtësojnë pastaj perceptimin e shtjellimit. Fakti i parë është fakti i pashmangshëm, i padiskutueshëm që periudha mekase e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe davetit të tij, po edhe periudha mekase nëse analizojmë mbas të shpalljes, është periudhë shumë e fokusuar tek jeta e amshimit. Domethënë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e pranojnë islamin, dalin nga idhujtaria, i braktisin zakonet e idhujtare dhe zakonet e pamoralshme kësaj, mirë po dominon në tekstet koranore të periudhës mekase si temë ahireti. Pse? Sepse Allahu subhanahu wa taala u kontu i bogati këta sahabe për me ngrit një qytetërim, për me ngrit një fetari stabile edhe për me qenë këta shembulltyr deri në ditën e gjykimit, çka i bën më kon fetari i vërtet. Por më kon fetari i vërtet, të dosh më bogati me temat e ahiretit. Ndaj në një fetari e kemi të lëkundshme dhe nuk kemi shumë stabil, pikërisht ahireti mungon në përditshmërinë tonë. Ahireti nuk ka temë madhe në përditshmërinë tonë. Edhe motivimi jon për fe nuk është një motivim aq shumë, domethënë i lidhur me ahiret, sa është domethënë me ngjyrim. Kuptimi që na bë fetarë dhe do të jetojmë si tillë, ose jetojmë fetarë sepse domi moralin, jetojmë si fetarë sepse dojmë familjen edhe feja garanton familjen. Ne jetojmë edhe për këtë qëllim, por qëllimi kryesor është domosdoshmë bogati për jetën e amshimit. Kjo është fakti i parë, kështu që nëse periudha mekase ka qenë periudha koncentruar tek tema e amshimit, i bie që çdo periudhë fillestare që është themeltare me i qit themelet e forta, do të më kon ahireti temë e madhe. Do të më kon temë ahireti temë e madhe. Fakti i dytë e shënon Ibn Majah, që Albani thotë që hadithi sahih prej Jundub ibn Abdillah, thotë kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun khazawiya. Thotë Jundubi, thotë ne kemi qenë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kemi shoqëruar dhe kemi mësuar tek ai, thotë dhe kohën kur kemi qenë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë kemi qenë një mosh kogja të re, në një mosh kogja të re. Pa hyrë domthonë në moshën madhore. Thotë fa ta'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Quran. Thotë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësuam imanin para se me mësu Kur'anin. E mësuam imanin para se me mësu Kur'anin, thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Pastaj thotë mësuam Kur'anin dhe me Kur'an na ushtu imanin. Dhe me Kur'an na ushtua imanin. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar sahabët pikërisht te temat e imanit, me besu ditën e gjykimit, me besu daljen para Allahut, me besu domethënë mahsherin, me besu që ka xhenet, ka xhenem, ka hudhje në zjarr, ka rënje prej urrës së siratit, dhe këta që janë edukuar kësaj, pastaj janë kanë ata sahabët me atë lavdinë e madhe që kanë në një histori të pashlyeshme domethënë të njerëzimit. Mirë, po këtu është një diçka që kisha pas dëshirë pikërisht nga këtu me fillu trajtesën. Thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Pastaj mësuam Kur'anin e me Kur'an na ushtu imanin. Me Kur'an
na ushtu imani. Tash, po i referohemi Kuranit pikërisht për çka temë. Po e provojmë një ditë sikur këta sahabe. Imanin e kena mësu, tash me Kur'an hajde e forcomi imanin tonë. Na besojmë që ka ditë gjykimi, besojmë që ka jetë pas vdekjes, besojmë që ka ringjallje, ka jetë varri, ka jetë amshimit. Hajde që këtë koncept, që ndoshta dikush prej nesh mund ta ketë pas disa ditësh fillimin e jetës amshimit. Kjo është gaj për neve, është e padijshme për neve. Hajde mësojmë çish i bëhet domethënë që kjo temë që me forcu imanin duke u referuar Kur'anit. Një ilustrim për ilustrime. Ilustrimi i parë thot Allah subhanahu وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dini se jeta e amshimit, jeta e ahiretit është më e mirë, a nuk po logjikoni? Domthonë Allah subhanahu wa taala e thret njeriu për me logjiku, thjesht veç mendoj që është jeta e amshimit, është jetë pafund, është jetë domethënë që nëse e merr ti xhenetin Allah subhanahu wa taala synin nuk e ka pa, mendja nuk mundet me përfituar. Domthonë kjo është më e mirë se kjo e cila tu të habit. Kjo është më e mirë se sa kjo e cila ty të ka bë me të prutë që kjo gjendje, a nuk po logjikon? Thot Allah subhana, وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Çfarë do lloj të mira që ju keni në këtë jetë, çfarë do lloj kënaqësie që jeni të përtuar, thjesht është tek kësaj dynjaje. Thjesht është tek kësaj dynjaje dhe ahireti është më i mirë dhe më i përhershëm. Dhe e potencon Allah subhanahu wa taala përhershmërinë se njerëzit e logjikshëm këtë fakt të kur ta mendojnë, normal që kanë mendon përparësi ahiretit kundrejt dynjas. E pastaj thot afala taqilun, a nuk mendoni çysh me ditë njëri që jeta e ahiretit është e përhershme, edhe me relativizuar dhe me lënë domethënë dytësor ose tretësore. Thot Allah subhanahu wa ma al-hayatu ad-dunya illa la'ibun wa lahu. Thot jeta e kësaj bote nuk është jetë vetëse lojë edhe mahnitje edhe domethënë dëfrim. Thot wala daru al-akhiratu khayrun lil ladhina yattaqun afala taqilun. Dhe ahireti është më i mirë për ata që janë devotshëm, a nuk logjikoni? Imagjinoni nga jetën në këtë ajetin e tretë nxirret si paralele çka? Jeta që ti parim duhet me pasi dëfrima, me pasi hajgare, nuk mund të me pa çat seriozisht, edhe parimisht me pa ahiretin, si rezultati më i madh për njerin e devotshëm. Çka na thotë ky ilustrim? Ky ilustrim ndërlëzën na thotë që ti dush mu eduku te ky imani jot që me pa jetën amshimit si diçka më të mirë. Edhe kur i gjendesh përpara dy zgjedhjeve, një e cila ta ndreq dynjon, po ta prish ahiretin, ti mos me pas atë shumë diskutim. Me ndje domethënë si temë të kryer përderisa kjo ma rrezikon ahiretin, këtu nuk ka diskutim. Ose për shembull nëse ngjendesh ndoshta në një zgjedhje të barabartë, edhe dynjon edhe ahiretin ta ndreq, mirë po të nxjerr për një garës për garave të ahiretit që ndoshta do i ndjek i qenë. Cës më dhon përparësi, më dhon garës ahiretit apo më dhon garës, domethënë të kësaj dynjë. Këtë edukim ja ka bëu vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shokët vet, sahabët e tij, e shënoi Imam Ahmedi, Imam Buhariu për Omerit radhiyallahu anhu, thotë Omer radhiyallahu anhu, thotë ku po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke fjet, edhe thotë ku po duke fjetur mbi hastër. Thotë faraitu athara al-hasiri fi janbihi fa bakait. Thotë kur u zgju Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thotë poshtë tek një pjesë e trupit të tij se si kishin ngel gjurmët e hastrës. Thotë çajta. Edhe i ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkik, pse i tukajt Omer?" E pastaj ka thonë, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisra fima huma fi." Thotë o i dur Allahut, Kisra dhe Kaiseri, domethënë ata perandorët e dy perandrive më të mëdha të kohës, në çfarë begati jetojnë ata? Thot wa anta rasulullah, e ti e i dërguar Allah dhe bëreni me fletën mbi hastër dhe domethënë mos më kanë aq komo sa që më të lënë gjurmë. E pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot ama tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Ata nuk i kënaqsh ata le ta kenë dynjon, ata kanë ahiretin. Realisht sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe perandorit që janë vëzë në shembull këtu në këtë hadith janë rrezu këto perandorit dhe kanë qenë në zotrimin e islamit. Mirë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Omerit, mos u bë marrë se edhe në një ditë kena mi pas pallatet. Mos u bë marrë se edhe në një ditë muslimanët kena mi zotru, domethënë pasuritë e botës. Nuk ka dash kështisoj me eduku. Ka dash me eduku që në parim mos mat me këtë matje, se kjo nuk është matja jonë. Matja jonë është me pas fokusin të ahireti, jo me pas fokusin të dynjaje, se kur na kemi fokusin të dynjaje, pastaj him garë me pabesimtarët. Kur e kena fokusin tek dynjaja, çësia jonë është çësia materialiste, nuk ka më çësia e besimtarëve të mirëfill që masin domethënë me jetën amshimit edhe me shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Ilustrimi i dytë kuranor për këtë me këtë temë, thot Allah te baraka wa taala. Wa'ada Allah, premtimi i Allahut, la yukhlifu Allahu wa'ada. Dini se Allah nuk e thën premtimin. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Mirë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Çka nuk e dinë shumica e njerëzve? Nuk e dinë premtimin e Allahut që është premtimi i amshimit. Që bie shumica e njerëzve nuk e kanë në fokus amshimin. Shumica e njerëzve nuk e kanë fokus amshimin edhe jetën pas vdekjes. Thot ya'lamuna zahira min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ata thjesht veç i dinë do punë dynjajës.
që aty e kanë kulmin e suksesit, që aty e kanë kulmin e dijes, thotë thjesht din diçka pikë kësaj dynjaje, ndërka që janë gaflet edhe në shkujdese për çështjen e ahiretit, thotë awalam yatafakkaru fi anfusihim, a nuk mendojnë ata për vetveten e tyre se si ka krijuar Allah subhanahu wa taala, thotë ma khalaqa Allahu samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Allah nuk i ka krijuar qiellin dhe tokën vetëm me një qëllim, me një të vërtetë edhe me një afat të caktuar. Pastaj thotë Allahu subhanahu wa inna kathira minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Me të vërtetë shumica e njerëzve e mohojnë takimin me Zotin e tyre. Shikoni edhe analizoni çka të rrjedh, domethënë në këto ajete kuranore. Allah subhanahu wa taala parimisht njëra përmend çështjen e premtimit. Pastaj e përmend lidhjen e njerëzve me domethënë atë pjesën e shfaqshme edhe të sipërfaqes së tokës. Çfarë din, nuk din më shumë. Pastaj e nxjerr si sprov edhe si sfidë. A nuk keni logjiku që Allah subhanahu wa taala nuk e kalon këtë dynjë kaq kot, me pasion, pa qëllim edhe pa afat. E pastaj e përmend që këta nuk e besojnë takimin me Allah subhanahu wa taala. Pse po duam me nxjerr këtë si ilustrim? Njerëzit cilët e harrojnë amshimin si qëllim, jetojnë thuajse si pabesimtarët edhe nëse janë besimtarë. Kuptimin që na shka dallomin praktik, na mund dallojmë ndoshta në besim, apo në besim na besojmë që ka ditë gjykimi edhe me të bëu gati. Na përgatitjen ndoshta fillestare ose themelore. Po nëse na lakmien, nëse materializmi, nëse lidhëm me dynjan, nëse krejt atë fokusin ton, për shembull te dia, nëse na dim shumë çka ndoshta për një diçka të vogël të veturës, po nuk dim diçka shumë thelbësore që ka të bëjë me çështje të mëdha të besimit, atëherë bie që na jena shumë ngjajshëm me këta tjerët. Edhe ose ndoshta në përcaktimin themelor, në fundamental nuk jena pa besimtar. Mirë, po domethënë fenomeni edhe dukuria dhe shpërfaqja është shumë e ngjashme domethënë me pa besimtarëve. Ilustrimi i tretë kuranor thot Allah subhanahu: "Afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqih kama mata'nahu mata al-hayati ad-dunya thumma huwa yawm al-qiyamati min al-muhdarin." A barazohen, edhe mundën më konë barabart. Dikush i cili jeton me ndjenjën e premtimit të Allahut, domethënë me ndjenjën e amshimit, me atë i cili domethënë thjesht është kap për kënaqësitë e kësaj dynjaje, edhe veç ka mu befasu me takimin e amshimit. Sikurse na thot Allah subhanahu wa taala, nuk është e njëjtë me jetu me fokus të jetë e ahiretit edhe me jetu i defokusuar. Nuk mundet më konë njëjtë. Nuk mundet më konë njëri i cili ka mend të premtimi Allah subhanahu wa taala edhe e ka frikë kërcënimin e Allahut me tjetrin i cili domethënë e ka relativizuar. Për arsye na duhet të marrim një rregull ndër vëllezër. Sa herë që prishet ekuilibri i jetës, balancimin e ban ahireti. Fjala bie për shembull nëse je dhon shumë as dynjas edhe kilon anësh familjen, kush e balancon? E balancon ahireti. Nëse i dhon shumë as dynjas edhe fjala bie ndoshta edhe të lën keq edhe shëndetin tan, kush e bën balancimin? E bën ahireti. Nëse domethënë je keq me farzat, kush e bën balancimin? E bën sërish ahireti. Domethënë në moment që prishet një ekuilibër për ekuilibrave të jetës, qoftë ekuilibër që ka të bëjë me fen apo një ekuilibër i cili ka të bëjë do thotë me jetën tonë, me familjen tonë kësaj, balancimin padyshim e bën domethënë fokusi tek ahireti. Kur arsye për shembull në kohën bashkëore ndëllëzër, materializmi, lakmia edhe ekspozimi që na tankoni ekspozomi të mirave edhe jetës edhe luksit e kësaj, kjo nuk mund të më menaxhu ndryshe vetëm me e sforcu temën e ahiretit. Nëse e sforcojmë idenë që vetëm një të letë halal, nëse e forcojmë idenë që e rëndësishme veç fito halal, se s'ka rëndësi domethënë kjo pjesa tjetër. Çka ndodh? Më në fund kina me pas depresionin e njëjtë që kanë depresionin edhe shqetësimin materialistat. Kina me pasën familjen e trazuar njëjtë që kanë njerëzit domethënë dhënë pas lakmis edhe dhënë pas dynjës. Ndërka që feja nuk ka ardhur për me ta ndreq ahiretin e me ta bë dynjën njëjtë sikurse dynjën e xahilave. Feja ka ardhur me ta ndreqë dynjën e ahiretit, mirë po nuk ndreqet dynjaja jon me temat e xahilave. Dynjaja jon ndreqet me temat e fetarëve, edhe temat e fetarëve që na duhet me balancu jetën edhe materializmin edhe lakmin edhe ekspozimin ton në raport me të mirat me e balancu nëpërmjet domethënë temës së ahiretit. Kështu që jeta me fokus ku ekziston një premtim për besimtarët edhe ekziston një kërcënim për pabesimtarët edhe mëkatarët, domethënë e ndreq edhe stabilizon fetarin. Krahasuje këtë kjo thjesht për marrën të çka, domethënë të çka konkluz. Cila është konkluza? Domethënë na nëse domi istiqame, dojmë qëndrueshmëri, dojmë menej në fe, dojmë menej në ibadet, dojmë menej në distancë prej mëkateve. Për me mujt me rregullu çka konceptin e istiqamës, për me pas stabilitet fetar, duhet me sforcu temën e ahiretit në jetën tonë. Duhet me sforcu temën e ahiretit në jetën tonë. Fjala bie për shembull nëse ti ik diçka pikë kësaj dynjaje, thjesht më marr me shumë domethënë në relaks, më thonë që alhamdulillah ku më fitun xhenet. Dhe ndoshta shumë kënaqësi që ndoshta në moshën tonë ose në gjeneratën tonë ose ndoshta edhe mbrezat, ndoshta edhe më të shtyr, po tek të cilët është sforcuar shumë lakmia, edhe sigur mendon që të iki dynjaja, jo, thjesht alhamdulillah ka ahiret. Po edhe kundërta. Nëse kemi joshje të madhe ose ballafaqim të madh me mëkatet ose me ekspozim të jashtëzakonshëm me mëkate, sidomos në mëkatet me të cilat janë familiarizuar njerëz, thjesht me ditë që ka ditë gjykimi apo mund të djeg.
ka ditë gjykimi edhe mund me pësu keq, mund djeg në zjarmin e xhenemit për diçka që ndoshta thojmë krejt njerëzit janë të bë. Krejt njerëzit janë të bë, mirë, por nuk është kjo formë prej formave të shfaqsimit përpara Allahut subhanahu wa taala. Për arsye, duhet me e pas në konsiderat që ahireti në fokus jep fryte madje tukon dynjë. Madje edhe në prag të jetës së mësimit. Sikur se përmend Allah subhanahu wa taala, thot inel ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna. Thot Allah subhanahu, ata të cilët kanë thënë Zoti jon është Allahu, e kanë rregulluar konceptin e dogmës, po pastaj kjo ka reflektuar dhe kanë nejtë qëndrueshëm, nuk kanë dalë prej kësaj vlere. Thot këtyne në prag të vdekjes vijnë engjëj që thonë mos u piklloni, mos mërzitni dhe mysh për juve xhenet. Mund kjo Allah nuk ka një jetën e mëshimit, thjesht është tek pragu i ahiretit. Allah subhanahu wa taala po do mi kallëzu se ja ka vlet projekti. Ja ka vlet ky projekt. Ky projekt ja ka vlet se do thon ka rezultat. Imagjino nëse ky rezultat për dikën prej neve është mas një muajve. Çka nëse ky rezultat për dikën prej neve është mas 5 vjetëve, a nuk ka vlen me punu? Imagjino njerëzit për shembull 5 vite në një investim të caktuar e konsiderojnë thjesht vetëm me dal baraz është projekt i suksesshëm. Edhe nëse nuk e nxjerr më shumë se sa investimi, 5 vite. Kush pineve ka kët luks për me mot kësaj për ahiret? Çka nëse na sot e sforcojmë temën e ahiretit, edhe mos 5 vjet në vend që ky rezultat, më na ardhi engjëll më thon, mos u bani merak, mos u mërzitni se për juve xheneti. Po kush pineve mas 10, kush për neve pas 15 vite, pas 20, kjo do të thon a 15, a 20, a 10, kjo është thjesht diçka e cila dallon edhe është relative, mirë po është një vërtetë e pashmangshme. Për arsye na duhet me pas konsiderat që dëshiron qëndrueshmëri, dëshiron domethën istikame, thjesht forcoje temën e ahiretit në jetë me lenin Allah subhanahu wa taala kimë pas, thot Allah te baraka wa taala nahnu awliya fil hayati dunya wa fil akhirah. Ne jemi miq edhe kujdestar të juve në dynjën e ahiret. Thjesht rrenudhe na kena më kujdes për ty. Rre të vlerat e tua dhe ky iman le të reflektohet do të thonë në praktikën tonë, ne kemi qenë ata të cilët kemi më kujdes për juve. Kështu që sa mundet më stabilizu fetaria. Sa mundi me pasën stabile dhe të qëndrueshme fetarinë nëse kena temën e ahiretit, do thotë në fokus. Keni konsiderat që këtë pjesë të pjesa e mëkateve për shembull. Sigurisht ne jena një shoqëni që zakonisht domethënë lakmia e madhe edhe mos ekuilibrimi i lidhjes me dunjën na ka bërë që zakonisht qëndrueshmëria e fesë po na rrezikohet pikërisht shkaku i mëkateve. Keni momentin veç këtë hadith. E shënoi Muhamedi Imam Buhariu Muslimi për Abdullah ibn Abbasit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ala wa innahu yaja'u bi rijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhat ash-shimal. Thot ditën e gjykimit teksa vjen momenti për me shku domethënë tek haudi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot vinë njerëz nga ummeti jam dhe ata nalen edhe domethënë rrashtohen anën e majt, po mos me hinë xhenetin Allah subhanahu wa taala. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot fa aqulu ya rabbi usayhabi, o zoti jam, shokët e mi, o zoti jam, këta shkan kon me mu. Edhe Allah subhanahu wa taala i thot innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti nuk e di çka kanë bërë mas teje. Ti nuk e di çka kanë bërë mas teje, çka po konsideron çka fjali. Ti nuk e di se këta nuk kanë qenë qëndrueshëm. Mon këta e kanë pasur një Ramazan me plot ibadet, mi pas Ramazanit kanë marrë vesh me dynjë. Këta e kanë pasur një periudhë fetarisë ose e kanë pasur një krizë, ju kanë kthy Zotit, janë lutë shumë, moment që kanë dalë pi krizë këta janë bërë çer njerëz. Ose e kanë pasur një periudhë të fillimit të udhëzimit, pastaj çdo vit më adopt kanë qenë. Ose e kanë pas disa vite që ndoshta gjithçka kanë dhënë për fen Allah subhanahu wa taala, pastaj vend dita që nuk kanë gjendje as mëkatet milion për Allah subhanahu wa taala. Çka që kjo nuk e di ti çka kanë bërë këta pastaj, domthon këta nuk kanë qenë qëndrueshëm. Kështu që mos qëndrueshmëria u rrezikua kanë ditën e gjykimit mos me shkon xhenetin Allah subhanahu wa taala. E tash nëse ti e merr çka temë, edhe mendon një moment për momenteve, thu 5 vitet e para të udhëzimit jam kon shumë stabil në farze, sot kom shumë kriza. A mendon çka këtë rrezik? Me menun që me thonë, çka nëse ditën e gjykimit Allah i vën pejgamberit ose kjo thirrje që këta ky nuk mund të marrë, se ky ka ndryshuar, ky nuk ka qenë stabil. Kush e stabilizon tash fetarinë? E stabilizon fokusimi që ti ha ditën jetën tonë. Sa herë që të vën me hek dorë për një pjesë fetarisë. Sa herë që të vën ndoshta me relativizuar një pjesë fetarisë, mi thon vetes çysh po e lejon, ndërkaq ekziston ky rrezik. A ekziston ky rrezik? Kjo është rrezik i pashmangshëm. Nëse njeriu e let të hapur derën për me hek dorë pi fesë, me hek dorë pe koncepteve fetare, me hek dorë pi kapitujve të fesë, i bie që një ditë mumi me pas një fetari e cila domethënë na rrezikon fuqishëm. Për arsye, sa herë që kena krizë me qëndrueshmërinë fe, le ta mosmi sa e kena ahiretin në fokusin e jetës tonë. Dhe sa herë që domi me sforcu qëndrueshmërinë fe, le ta sforcojmë temën e ahiretit në jetën tonë. Për arsye, nëse domi më kanë ndoshta edhe më të drejtë për drejtë, realisht i bie që nëse na thomi që fokusi tek ahireti ta ndrejë qëndrueshmërinë, atëherë i bie shka është e kundërta. E kundërta është harrimi i ahiretit. Çka flet Allah subhanahu wa taala për ata të cilët i harrojnë ahiretin? Thot Allah subhanahu: "Alladhina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhum al-hayatu ad-dunya." Ata të cilët fenë kanë marrë për hajgare
edhe i mashtron jetën e kësaj bote. E kanë marrë fejen si lojë, e kanë marrë si dëfrim, edhe thotë i mashtron jetën e kësaj bote. Falyawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hadha. Thotë sot na i harrojmë ashtu siç e kanë harruar ata këtë ditë. Sikur do me ka thënë Allahu, ti e harron, ti nuk e kin fokus, ti nuk e kin qendër ditën e gjykimit edhe dalin para Allahut edhe xhenetin xhenemin. Na të harrojmë. Na të harrojmë, në të lajmë dhe braktisim, nuk të shpëtojmë edhe nuk, domethënë, shpërblejmë, o ma kanu bi ayatina yajhadun, edhe për atë që domethënë i kanë mohu ajetet. Kështu që çdo 3 ilustrime kuranore ndër vëllezër janë pikërisht për me ardhur te ky rezultat, i cili është me e forcu themelin ton të fetarisë, me e forcu themelin ton të qëndrueshmërisë, që pastaj me lejen e Allah subhanahu wa taala me ndryshu kursi joni fetar. Në çast jon fetari me ndryshu. Për shembull, thot Imam Maliku, thot çaq sa dhem zemra për dynjon, çaq del pi zemrës ahireti. Dhe çaq sa dhem zemra për ahiretin, çaq del dynjoja pi zemrës. Imagjino që da me morë si rregull të përgjithshëm. Nuk kjo konstatim i Imam Malikut nuk është konstatim bosh. Është domethënë i mbështetur me argumente, është pi përvojë, nëse ti ketë matjen, ketë mërzijen, ketë pikëllimin, ketë gajlen, ketë lodhin e ketë me matematika dynjas, s'mundet më kanë temë me prioritet ahireti. Po edhe kundërta, nëse bëhet temë me prioritet ahireti, fjala bie për shembull një shumë keq nëse të hik vitri, ose një shumë keq nëse të hik një namaz, domethënë kjo i bie që domethënë nuk zemra alo është domethënë të prioriteti i duhur, po ja nisin me tik sevapot, ja nisin me tik farzët, ja nisin me mu përhym me mëkate, edhe zemra nuk dhem, atëherë i vjen që u dhim zemra dikun tjetër. Dhe sa herë që zemra dhem për dynjon, domethënë del ahireti prej prioritetit, për syje ahireti të partet më të mirë u kon ky. Sigurisht përmendet për Sufjan e Thaurin, thuhet dikush që e ka shoqënuar, thotë kompani herë, thotë shumë i trembur natën. Thot e bën të gjumë edhe në moment që u trazu, edhe pa shumë trembur, thotë nita duke thonë an-nar shaghalani dhikru an-nar yani an-nawmi wa shahawat. Thonë zjarmi i xhenemit, kjo që po mrrin mend zjarmi i xhenemit, ma ka hub qefin e dëshirave të jetës, edhe domethënë të gjumit. Kjo është një rezultat i jashtëzakonshëm. Domethënë me ta prish gjumin, pse tu ka prish gjumi? Neve na prishet gjumi për një borxh. Neve na prishet gjumi për një bela, na prishet gjumi për një lakmi, e ndoshta edhe për një termen ku diun çka. Selefit parë tonë të mirë ka prish gjumi të emenu ahiretin, të emenu mundësinë edhe frikën që mundën domethënë mu djeg zjarmin e xhenemit. Për arsye dikush mbi të parëve tonë ka thonë nuk ma ka marrë mendje, nuk kom menu që dikush e di që ka xhenet edhe ka xhenem, edhe i ka lënë një periudhë ditës edhe natës, nëse nuk ka as Kur'an, as dhikr, as lutje, as diçka. Nuk e ka shfrytzuar atë moment për me mujt me shpëtu pi zjarmin e xhenemit, edhe me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj dhe me këtë përmbyllim, domethënë thelbi ndër vëllezër i dallimit të gjeneratës parë, që është gjenerata e artë, edhe gjenerata më e lavdishme e umetit. Thelbi i dallimit të tyre me krejt gjeneratat e tjera që kanë ardhur tutje, ka të bëjë pikërisht me fokusin e tyre të çështja e ahiretit. Pra si Abdullah Mesudi, kur i ka takuar tabejenët, ka thonë ju falni më shumë se sahabët. Thotë ju jepni sadaka më shumë se sahabët. Thotë ju domethënë agjeroni më shumë se sahabët. Mirë po thotë ata janë më të mirë. Thotë pse thotë janë më të mirë? Thotë o Abdullah, thotë kanu azhada minkum fi dunya wa arghaba minkum fi al-akhirah. Thotë janë konën më të painteresuar për dynjon se sa jo, dhe janë konën më të fokusuar në ahiretin se sa jo. Thjesht dallimi i sahabëve me të tjerë është ahireti. Për arsye nëse na domi me ndjek të partet tonë të mirë, nuk ka të bëjë ndjekja të parëve tonë të mirë veç mi spikat disa tema të akidës, po ka të bëjë me sforcu këtë temë të madhe të akidës, domethënë jetën e amshimit me pasën në fokus, sikur se dikush prej të parëve tonë thotë të partet tonë të mirë, thotë e kishin fokusin te ahireti, e shkaju te projke pikos e jepshin dynjas. Ndërka thotë ju fokusin e keni te dynjaja, e shka te pron e lini për ahiret. Dallimi i madh është kjo. Domethënë ti nuk e ke prioritet ahiretin, dhe rrjedhimisht nuk mundesh marrë dën të rezultatet, domethënë e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që për gjithsesi i cili ka frikë për qëndrueshmërinë e tij, ka frikë, ka me pas fundin me fjalën la ilaha illallah, gjithkush i cili synon më kon në fshinësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, me shpëtu bi dënimit të Allahut subhanahu wa taala, duhet me espikat, me sforcu, duhet me nxjerr edhe me prun qendër temën e ahiretit. Edhe kësaj më eduku na dhe fëmijët e tona, familjet e tona, e bëjmë këtë se ka xhenet, e bëjmë këtë se sevap. Përpjekmu këtu se kena me fitu, synojmë mu ngrit në drejtet e xhenetit. E bëjmë këtë se na falen mëkatet. Rumu për kësaj se rrezikohemi me xhenem. Këtu lloj fjalish, këto lloj do thotë sentencash me qenë pranisht me jetën tonë për me ndërtuar një fetari e cila do thonë nuk është thjesht halal haram, lejohet nuk lejohet, po është domethënë me fokus me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala dhe me shpëtu prej dënimit të Allahut te baraka taala. Edhe sallallahu subhanahu wa taala me na rrit vizon xhenemit dhe dënimit të varrit, edhe me na bë banor të xhenetit të tij.